mendoni se është rritur tradhtia për shkak të rrjeteve sociale? Po patjetër, normale është. A tradhtojnë burrat më shumë se gratë apo është thjesht një stereotip që ka Po të shih, po tradhtojnë burrat më shumë se gratë, atëherë edhe e njëjta gjë është, me këtë do tradhtojnë atë. A do ta falin ju tradhtin? Të shih unë në këtë moshë, besoj se po. Se s'ja vlepër. Çfarë mund ta shtyjë kjo që të tradhtojë? A ka shumë arsye. E para është ekonomia ja. Se jeta është bërë vështirë dhe njerëzit janë shumë duan të pasurohen mrena ditës, brezëri sidomos. Edhe kjo është një arsye e fortë. Pastaj janë dhe këta që janë shfrenime, si i thonë, që se përballojnë dot jetën kështu edhe duan të bëhen dikush i direkt. Kjo është arsyeja. Cili mendoni ju se është sekreti për pasur një marrëdhënie sa më të mirë që mos ketë as tradhti edhe të ketë sa më pak debate? Po kjo është, besoj se nuk është e zgjidhshme, nuk zgjedhet ndonjëherë. Se njeriu gjithmonë kërkon edhe kështu që mendimin im. Është e pazgjidhshme. Faleminderit. Sociale kanë bërë që të shtohen më shumë rastet e tradhtisë. Janë tradhtar vetë këto qendrat e asfaltit. A mendoni se po tradhtojnë më shumë të rinjt për shkak të telefonave, të rrjeteve sociale? Cili? Qeku. A tradhtojnë më shumë burra se sa gratë? Po, Ju do të falni tradhtin? dhe të falim. Po pse do ta falni? Për çfarë arsye? Çfarë do të shtynte që të falni tradhtin? Që hiku qeku. Hajde shlet. Paja do ju falte ju nëse do të tradhtonet? Paja do ju kishte falur ju nëse do të tradhtonet? Ja. Nuk të rësëm. Faleminderit. Kush tradhton më shumë, burrat apo gratë? Të tradhtia ke fjallën. Po, tradhtia. Shiko, varet se kuj i thua tradhti. Nuk është tradhti qoftë se shkon një herë me një femën, po them, nuk më quhet tradhti. Po nëse një Kur e grua don bën një gruan, gjë ja me një plotëson mashkull. gjitha kushtet. Nuk është për dora lekin, nuk e për buzë, nuk bëhet nami. Edhe me shkuj herë me femën. Si me shku me amër e qifta melsine, po Po da marë. nëse një grua bën njëjtën gjë, a quhet tradhti? Shiko, është vështirë me pranu realitetin. Sa e një lloj është në fakt. Pa është vështirë me pranu këta. Kojë sa rrjetet sociale se dikojnë shumë e shumë. Çfarë mendoni ju se e nxit tradhtin? Pse tradhtojnë njerëzit? Varet nga karakteri i njeriut. Them unë, se jam psikolog. Ka që tradhtojnë nga halli, e kanë gruën e smuar. Gruaja e përbuzë, nështë ta? Detyrohen me tradhtua, pa më varet nga karakteri i njeriut. Shumë ndaj unë. Ju do ta falni tradhtin? Jo. Po vetë do dëshironi që të faleshit? Unë asë nuk tradhtoj, asë nuk e fali tradhtimin. Na jena rritë në një kohë tjetër. Për mua gjithë shka familja. Mirë pafshim. Mirupafshim. Tradhtia është rritur për shkak të rrjeteve sociale dhe internetit. E sigurt 100%. Kush tradhton më shumë, burrat apo gratë? Burrat. Çfarë ishin burrat që tradhtojnë? Atë varet nga familja, por fatkeqësisht është kështu. Burrat, A do ta falni ju tradhtin? jo. S'bëhet fjalë. Po të ato çifte që e falin, çfarë mendoni se ndikon? Ndikon ndoshta fëmija, ndoshta mundësia për mos të ecur përpara, sepse është burri ai që punon më tepër, ndoshta sjell më tepër. Kështu që nuk kanë ku të mbështeten. Nëse kanë një mbështetje, e lën direkt. Po ju do ta falni tradhtin? Asnjëherë. Jo. Kur unë nuk e tradhtoj, edhe unë nuk mund ta tradhtoj. Me fjalë ai s'dua që të tradhtoj. Kush mendon se tradhtojnë më shumë, burrat apo gratë? Edhe unë të njëjtën mendim kam, domethënë sepse gjej një çik hapësirë, ndoshta. Kupton? Tu mund të jetë një pikë pyetje, ndoshta gjej një çik hapësirë ose ndoshta domethënë lidhja që kanë midis tyre, një mendim i vogël ose një përplasje e vogël burrat të kthejnë kurrizin për një herë edhe
sepse femra gjithmonë kërkon më të mirën, po t'i vësh re, kërkon më të Femra mirën. mbështet gjithmonë, kurse edhe- mashkulli nuk mbështet. Sa po femra ka një problem, hidhet në një deg tjetër, kurse femra e mbështet gjithmonë mashkullin. Nuk e lënë në mes rruge. Do të thënë, është shumë e vështirë që të mendosh që një mashkull ta lë femrën në mes të rrugës. Është shumë e vështirë. Unë për shumë zë ta pranoj kur. Faleminderit. Ditën e mirë. A mendoni se për shkak të rrjeteve sociale dhe internetit është rritur më shumë tradhtia? Shiko, normalisht s'ka pse. Sepse ai që ka nënën të mbledhur, ka të mbledhur. Tani to mund shërbejnë si sebepe. Se njerëzit jo të gjithë janë të pjekur, jo të gjithë janë të formuar tamam në periudha të mos formimit mund të ndikohen në internet. Kush tradhton më shumë, burrat apo gratë? Ama dihet burrat dhe nga ana biologjike burrat se gratë janë çiksi më të forta, janë të ndërtuara të tilla që të jenë më të forta. Kështu që të shfaqsohet. Ama që jo. Po të faleshit, ato donet? Të faleshit, ju vetë nëse do të Po, tradhton. patjetër. Tani ti jemi originale, kuptove? Kështu që gratë do t'jenë çik më shpirt gjëra. Për shkak të rrjeteve sociale dhe telefonave, po tradhtohet më shumë. Se kuptova këtë Për pyetje. shkak të internetit, a janë rritur rastet të tradhtisë, apo tradhtojnë më shumë bashkëshortët njëri tjetrin? Po bashkëshort, ata burrat tradhtojnë. Burrat tradhtojnë më shumë. Po, Ju vetë do e falni tradhtin? ja. Çfarë mund ta shtypi kësh që të tradhtojë? Që mund pyshit, vetëm e shoqe që pse kohët bëhet kjo. Që them në të shqip? Një shkak, për shembull, mungesa e dashurisë, mungesa e Po vëmendjes. kjo është çfarë shtypi? mungesë e dashurisë, kjo është. Ika, hajde. Përfaqësim. Doni se për shkak të internetit, të telefonave, po tradhtohet më shumë. Por zote mos marrë vesh telefonin e kam, po unë se marrë vesh, as dita hap, as dita bëj. Kështu që nuk e jap kanë fare, më marrë në telefon, vetëm atë e di. Më regjistru për shembull, dhe emrin tatë us dita regjistroj. Kështu që s'marrë vesh fare nga këto. Jo, ju personalisht, të tjerët, a janë rritur mundësitë që ta kenë më të lehtë bëjnë tradhtin, apo mendoni që ai që do tradhtojë e gjen mënyrën në çdo mënyrë? Ky po do është rasthuar që ka në të utës vjetër. A tradhtojnë më shumë burrat se gratë? Të dy çift janë. Mendoni se tradhtia është rritur më shumë për shkak të rrjeteve sociale dhe telefonave? Shumë normale. Akoma do shtohet. Kush tradhton më shumë, burrat apo gratë? Ma shumë gratë. Pse mendoni? Po mos doj groja çfarë do bëj mashkull, më fal për shkak do han mutin. Shkaktare për të gjitha të qetë, vetëm fener është. A do e falni ti tradhtin? Asnjëherë. Çfarë është ty ndikësh që të tradhtojë? Mos harmonia me dy çiftet. Çfarë mund të jetë një sekret për të pasur një marrëdhënie sa më të mirë, me sa më pak debate dhe Ka sekrete, nuk ka sekrete. Edhe ai që është i pasur, edhe ai që është i varur njësoj janë barabart. Njëri bën nga pasuria e madhe, tjetri nga varfëria e madhe. Faleminderit. Mirupafshim. Nëse është rritur më shumë tradhtia për shkak të internetit dhe rrjeteve sociale, Mendoj që po. çfarë është ty ndikësh që të tradhtojë? Kjo është shumë relative, nuk mund si thotë të saksohet e bun, po ka plot faktorë, edhe faktori ekonomik ndoshta në mesyre. Kush tradhton më shumë, burrat apo gratë? Sipas mendjes time tradhtojnë burrat. Pse? Tash arsyet që pothuajse dihen. Është një, si me thonë, avantazhi tyre se janë më të hapur, kanë mundësi të komunikojnë gjithë farë llojesh e tjera tjera. Ju a do ta falni tradhtin? Nuk do ta fal. A falet tradhtia? Çfarë mund të jetë një faktor që mund ta nxjisë një çift që ta falë tradhtin? Po jo, këto janë probleme shumë relative. Kjo nuk mund saksosh në mes se si do veprohet e çfarë do bëhet, po ka dhe plot raste që është falur tradhtia dhe është konsoliduar çifti dhe kanë vazhduar jetë normale. Natyrisht me atë pikë pyetjen e madhe për atë që ka ndodhur. Faleminderit. Ndërsa. Mirupafshim. Kush mendoni se tradhton më shumë, burrat apo gratë? Burrat apo gratë? Të dy ishojmë? Ishojmë, si burra dhe gratë. Ato gratë shkojmë në burra shkojmë me gratë, u gojë. Çfarë nxit tradhtin? Ha? Çfarë nxit tradhtin? Tradhtinë.
Femenzit do jo leku, jo miqenja. A do ta falin? Duhe shko për miqenje, do. A do ta falin t'ju tradhtin? Ja, nuk falet. Po të falesh, a do dëshironi? Nuk e di çfarë them për këtë, po. E jam pyeti që nuk di. Gratë trasojnë ma shumë se burrat. Na morin njumi, na morin. A do e falni t'ju tradhtin? A do e falni t'ju tradhtin? Mu ja fali këtë dhe iki këtë, më shumë. Të ikë për lesh, kam 67 vjetë. Papshin. Më pashe. Ka këtë internetit dhe rrjeteve sociale është rritur më shumë tradhtia? Mendoj se po. Kush tradhten më shumë, burrat apo gratë? Të dy. A do ta falni t'ju tradhtin? Jo. Faleminderit. Këtë internetit dhe rrjeteve sociale është rritur më shumë tradhtia? Për tradhtin, Po. mes gjinive. Kush tani për shkak se Tradhti bashkërtore, po, bashkërtore. Bashkërtore të lidhur, të juar. e tjerë. Është problem në Shqipëri, problem shoqëror, që unë e shoh me këtë sy. Vjen nga mungesa e komunikimit, të ndërtimit marrëdhënieve, kuptimit, e tjerë. Por gjenia femërore për pjesën time është rregullatore. Vlera që ka femra du të marrësh leksione që t'ja thuash. Është Phoenix femra. Për mendimin tim, në qoftë se i klasifikoj me vendin e parë e zën femra. Për tradhti? Për si rregullatore. Po për tradhtuar, kush tradhton? Ashtu. Këtu nuk kam ndonjë eksperiencë, nuk ashtu, po më përmend jam dy kratë. Mendoj që femra do të me kujdesin e saj do ta bëj bashkëshortin për vete. E njëjta gjë ndodh edhe për gjininë mashkullore. Por mungon niveli, mund të jenë edhe arsye ekonomike, mund të jenë ashtu, po të gjitha arsyet përjashtohen kur ata merren vesh, ose e kundërta kur nuk merren vesh. Çfarë shkakton tradhtin sipas jush? Çfarë shkakton tradhtin? Mungesa e marrëveshjes. S'kuptohen, nuk punojnë, dy kratë, dy skuadrat po i themi, edhe nuk kuptohen. A do ta falni t'ju tradhtin? Varet çfarë kategoria është tradhtia. Nga mërmenja edhe ju jeni dakord që ka tradhti që nuk falet. Po ju vetë, a do dëshironi të faleshit ose do kishit tradhtuar? Falja është, i themi ne, është trimëri, është vërtet, është cilësi, është merit. Edhe jem për falje. Faleminderit. Përpafshim.